nga Adrian Thano. A ka ndonjë qasje socialiste në vendimet, ligjet, lejet e ndërtimit që po jepen për zvërnecin, vlorën dhe mbar Bregdetin? Përgjigja shkurt është jo. Shtylla e parë e socializmit është mbrojtja e pasurisë publike dhe garantimi që burimet natyrore t'i shërbejnë të gjithë shoqërisë. E dyta, për një qeveri socialiste, mbrojtja e mjedisit dhe qëndrueshmëria për brezat e ardhshëm janë prioritete po aq të mëdha sa rritja ekonomike. E treta, socializmi në frym kërkon konsultim dhe llogaridhënie. Jo e di unë çfarë është e mira, ju të tjerët duar trokisni. Në fakt, Edi Rama nuk ka ushqyer kurrë ndonjë afinitet për doktrinat apo dogmat e së majtës tradicionale. Nëse për një kohë të gjatë u përpoqta maskonte këtë distancë ideologjike, sot ka dalë hapur dhe pa doreza. Sipas qasjes së tij, Shqipëria nuk e ka luksin të presë rritjen organike dhe të ngadalë që ofrojnë politikat klasike sociale. Në vend të tyre, ai ka përzgjedhur kapitalet e mëdha, megaprojektet me impakt si menjëherë shumë vizual, ndërtimin e një iluzioni që e kuron vetimtësisht për një Shqipëri moderne, që shkëlqen nëpër ekrane me fasada stadiumesh apo rezortesh luksoze. Në këtë kuadër, logoja socialiste e partisë që ai drejton është thjesht një ambalazh elektoral për të mbajtur bazën tradicionale të votuesve. Shqipëria sot voton një parti që e quan veten socialiste, por merr një qeverisje që vetëm me socializmin apo të majtën nuk ka të bëjë. A ka qenë ndonjëherë e majt PS-ja? Në qershor të 91-shit, Partisë së Punës i duhej të mbijetonte dhe të ndryshonte lëkurë. Në drejtimin e një grupimi me profesor, shkrimtar, ekonomist, ajo e bëri një reformim ideologjik. Në këtë periudhë, Partia Socialiste ishte e majt në kuptimin tradicional, kishte ndjeshmëri përgjithsisht ndaj atyre që u goditën nga tranzicioni viteve 90. Veç kësaj ishte parti me demokraci të brendshme, kishte fraksione, debate të hapura, një strukturë kolegjiale ku kryetari mund të sfidohej dhe sfidohej shpesh. Kur Edi Rama mori drejtimin e Partisë Socialiste në vitin 2005, ai solli me vete modelin Blair, një farë partneriteti mes shtetit dhe privatit, megjithse në tukje ruajti dhe premtoi kauzat e së majtës, si taksimi progresiv, shëndetësia falas e të tjerë. Kur mori pushtetin në 2013, Rama tentoi ta fshinte nga fjalori politik emrin e Partisë Socialiste. Në vend të saj lindi Rilindja, një lëvizje që ndërsa ngrihej në pushtet, zhvishej me shpejtësi nga çdo ngjyrim apo ideali së majtës. Sapo fasada e Rilindjes u godit rënd nga korrupsioni, arkitekti i saj bëri hapa pas. U rikthye në strehën e vjetër, duke shfrytzuar fuqinë e logos dhe strukturës së PS-s si mburoj ndaj abuzimit në pushtetin dhe konsumit politik. Por në terren ndërkohë, shërbime jetike si shëndetësia apo infrastruktura kishin kaluar te privati përmes PPP-ve. Më pas mbritën investitorët strategjik. Nëpërmjet tyre është vënë në darë pasuria më e madhe kombëtare që ka mbetur, Bregdeti. Janë qepur ligje që favorizojnë një grusht individësh për të marrë pronat publike dhe për t'u pajisur me leje shtetërore mbi prona pa status të qartë. Kjo po bëhet me zero transparencë dhe pas një balancë sociale. Apo ndjek Edi Rama në këto që bën një bindje të pastër pragmatiste, edhe pse të gabuar, apo po i shërben një skeme të pastër korrupsioni e pastrimi parash? Në realitet, këto dy dimensione nuk përjashtojnë njëri tjetrin. Ato bashkëjetojnë në marrëdhënie simbiotike. Nuk kemi të bëjmë me një dilemë ose. Kemi një sistem ku ideologjia e shartuar shërben si ambalazh për interesat financiare dhe korrupsioni shërben si motor për të realizuar vizionin. Rama është një lloj misionari fasadës. Nuk është hajduti klasik që synon të mbush thasët me para. Ai udhhiqet nga një lloj estetizmi politik dhe ka një ego të madhe historike. Dëshiron të lërë gjurmë fizike, kulla të larta, resorte luksoze, qendra urbane të kopësitura që duken mirë në revistat ndërkombëtare të arkitekturës. Për të realizuar këtë mision, ai ka krijuar bindjen cinike se Shqipëria nuk bëhet me kapital të vogël apo me bujqësi e fabrika vendase. Madje nuk bëhet as me shqiptar.
Shqipëria bëhet duke u kthyer në një farë Monakoje të Ballkanit apo diçka e tillë. Ligji, transparenca, procedurat, kritika janë bërë tashmë pengesa të bezdisura që i kanë zënë rrugën vizionit të tij estetik. Duhet patur parasysh që ky vizion nuk mund të ndërtohet në vakum, ai kërkon miliarda euro. Nga vijnë këto para në një nga vendet që në letra figuron nga më të varfrit e Europës? Këtu roli korrupsionit dhe i pastrimit të parave me burime të dyshimta, përfshirë ato të narkotrafikut apo kapitaleve offshore, bëhet i pashmangshëm dhe vendimtar. Modeli ka nevojë për një rrjet apo kartel investitorësh që janë gati të hedhin miliarda në këmbim të ligjeve të qepura me porosi, plazheve falas, taksave zero. Sot Edi Rama ofron për këta licencën politike, ligjore dhe estetike. Ata bëjnë pjesën tjetër përfshirë zgjidhjet për konfliktet që po ndodhin dhe do shtohen në terren. Sigurisht që kriminalizimi i shoqërisë do rritet. Simbioza prodhon ndërkohë edhe financimin e makinerisë elektorale që Rama mendon se i garanton pushtetin e përjetshëm. Pra është naive t'i thuash vetëm mashtrues ideologjik, sepse kjo injoron miliardat që ndërrojnë duar në dëm të interesit publik. Por edhe të thuash që është i korruptuar i ordiner, është sërish se paplot. Ai e beson realisht që ky shkatrim estetik është rruga e vetme për ta futur Shqipërinë në hartën e botës. Është një pragmatist i cekët që po e përdor korrupsionin si mjetin kryesor për të ndërtuar pushtetin dhe vizionin e tij personal.